Moti ngrohtë dhe me temperatura të larta për stinën do të vijojnë deri në fundjavë. Hakil Osmani nga Meteo Alp shpreh se termometri do të shënojë deri në 28 gradë Celsius, madje shtuna pritet të jetë edhe dita më e nxehtë. Këto temperatura në fakt janë temperatura mjaft të larta për muajin në të cilin e ndodhemi, pasi kemi maksimume të cilat janë në vlerën 25 gradë Celsius, kemi maksimume të cilat pritet të regjistrojnë shumë pra vlerave 27-28 gradë Celsius në vijën bregdetare ditën e shtunë në orët e mesditës, po ashtu edhe në zonat malore do të kemi rritje të temperaturave të ajrit, duke bërë që maksimumet të jenë në vlerën rreth 20 gradë Celsius, kryeqyteti po ashtu ka temperatura të larta rreth vlerës 26-27 gradë Celsius. Pas kësaj gjithçka do të ndryshojë, ku sinoptikanët parashikojnë rënje të menjëhershme të tyre. Por duke filluar nga dita e hënë dhe të paktën deri ditën e njëjtë, pritet që të kemi një rënje akoma të temperaturave të ajrit, duke bërë që minimumet në qytetet e zonave malore të zbresin në -2-3 gradë Celsius, po ashtu edhe në urtësirën perëndimore në orët e parë të mëngjesit do të kemi temperatura të cilat luhaten nga 2 gradë Celsius dhe deri në 8 apo 9 gradë në vijën bregdetare, kështu që do duhen xhupat me vete të paktën në mëngjeset, por jo vetëm edhe mesditat, pasi do të kemi një rënje të ndjeshme të temperaturave të ajrit. Pastaj pas ditës së njëjtë kemi edhe rikuperim gradual të temperaturave të ajrit. Megjithatë, Osmani shton se nga e njëjtja e ardhme temperatura do të jenë normale për këtë pranverë.